Pranë qendrës kulturore të fëmijëve Adem Daci në Sarand funksionojnë kurse të ndryshme si ai i valleve, pikturës, këngës dhe aktivitete të tjera artistike. Dhjetra fëmijë marrin pjesë çdo ditë në këto kurse ku kultivojnë talentin dhe zhvillojnë aftësitë e tyre krijuese nën kujdesin e mësuesve profesionist. Në shëtitorin e qytetit u zhvillua një aktivitet i kursit të pikturës dhe skulpturës. Aktiviteti nuk ishte thjesht një orë mësimi në natyrë, por një prezantim i punimeve në baltë dhe skalitje së mermerit nga duart e fëmijëve në kujdesin e skulptorit Ilirian Dalanaj. Pjesë e këtij kursi u bën nxënës nga shkollat 9-vjeçare, 9 Tetori dhe Adem Sheme. Sipas profesorit Ilirian Dalanaj, mes tyre ka edhe shumë talente premtuese. Me kërkesën e bashkisë për të krijuar një grup të vogël për të punuar në vizatim, unë e shtova edhe në mermer, edhe në balt, punim me balt. Kjo ishte me kënaqësi të madhe se fëmijët po përqendrohen. Në fillim kishim 5, tani u bën 25, mund na bëhet 45. Është e mirë që fëmijët ne t'i heqim nga rruga, t'i heqim nga telefonat, t'i heqim nga veset e tjera dhe t'i futim te puna. Dhe fëmijët kanë shumë dëshirë, edhe ishte dëshira ime t'i bënim në natyrë. Në natyrë fëmijët ndjehen më të lirshëm, më shprehës. Edhe fluturojnë, sepse është deti afër, janë turistët. Gjirokastra dhe Saranda gjithmonë kanë qenë punues të gurit. Se elementi fillestar është deti në Sarand edhe guri. Prandaj po i përshtatemi kësaj tradite. Të mos na iki kjo traditë, se ne si breza avash do ikim. Vetë fëmijët kanë shprehur interes të madh për të mësuar këtë zanat i cili sipas tyre duhet të trashëgohet brez pas brezi. Disa prej tyre e shohin artin dhe skulpturën edhe si një mundësi për të ardhmen. Neve kemi mësuar sot se si të pikturojmë bukur dhe kemi mësuar se si të punojmë me baltë. Po mua më pëlqen shumë skulptura nga që krijoj gjëra të bukura dhe doja një kujtim kur të rritem që ta mbaj. Gjithashtu dhe të pikturoj është një nga artet e mia më të preferuara dhe kam shumë piktura në shtëpi. Sot kam bërë një lule edhe një vazo. Në skulpturë? Po. Sonte kam bërë një skulpturë, një fytyrë të një njeriu dhe më pëlqen shumë skulptura dhe kam qejf ta vazhdoj. Ishte e vështirë? Për mua që e thjesht, që ta formoj, sipas njerëzve mua më thonë që unë kam shumë talent dhe nga kjo mua më pëlqen shumë ta vazhdoj skulpturën. Unë kam pikturuar shumë piktura edhe kam bërë skulptura vazo. Sot kisha realizuar një vazo prej forme zemre edhe kisha futur dhe disa lule. Qendra kulturore e fëmijëve mbetet një hapësirë e rëndësishme edukimi dhe argëtimi për të rinjt, duke ndihmuar në formimin e brezit të ri me vlera artistike dhe kulturore.